Të nderuar besimtarë dhe besimtare, sapo përmendëm fjalën e madhe dhe të vyer të Imam Malikut, i cili thotë: "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha." Fundi i këtij ummeti dhe gjendja e këtij ummeti, sidomos në këto sprova fatkesi dhe sikletet të mëdha që na kanë rënë, nuk do të rregullohet gjendja e këtij ummeti asnjëherë, vetëm se nëpërmjet asaj metode, rrugë, metodologjie që kanë ndjekur dhe të parët tanë. Nëse duam sukses nga Allahu xhelle xhelalu, le të ndjekim rrugën e tyre. Nëse duam triumf dhe ndihmës nga Allahu subhanahu wa taala, le të punojmë dhe mos të këndojmë. Nuk mjaftohet me këndime, dhe as me festime, dhe as me këndime, kur ne nuk i flasim njëri tjetrit, kur ne nuk shkojmë mirë me njëri tjetrin. Shikojeni mirë historinë islame, në kohën kur sahabët e nderuar, në kohën kur tabiinët, dietarët e mëdhenj, xulefat e mëdhenj, mbretërit, sultanët islam merreshin me punë dhe jo me këndim, i bëri Allahu xhelle xhelalu ta përhapnin islamin kudo, edhe prej tyre të dridheshin perandorit të mëdha. Ti kishin frikë ata, madje her pas here të çonin dhe dhurata në mënyrë që zemra e tyre të zbutej edhe të toleronin me krahun tjetër, me ato pra që nuk ishin musliman. Ndërkohë, kur muslimanët i dhanë rëndësi jetës së kësaj bote, u mjaftuan duke u përngjarsuar me popujt e tjerë, në të njëjtën kohë u larguan nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelalu ja hodhi përtej dhe e uli triumfin apo autoritetin dhe prestigjin që gëzonte dikur ummeti islam, sepse edhe armiqtë e islamit, edhe kundërshtarët e islamit, dhe ata që nuk e duan islamin, këtë duan që njerëzit thjesht të mjaftohen të shkojnë në xhamiat e tyre, të këndojnë lavdë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të kremtojnë dhe të festojnë me blute nga më të ndryshmet, dhe nga anën tjetër nuk kanë mundësi të marrin pjesë në arenën politike, nuk kanë mundësi të jenë me ekonominë e tyre diçka që u kumton apo i jep të tjerëve kushte nga kushtet e atyre të cilëve janë të pasur. Kur e ke ekonominë e fortë, do t'i diktosh kushtet të tjerëve. Kur ke politikën e fortë, do t'i bësh të tjerët të dëgjojnë ty. A nëse do të mjaftohesh pikërisht duke futur në ato xhamia dhe me të gjithë problemet që kanë sot musliman, thjesht festojnë dhe këndojnë me lutin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo vetëm që nuk mjafton, por imagjinoni sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ishte gjallë sot në mesin ton dhe të shikonte këto probleme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tregojnë sahabët e nderuar në transmetimet e sakta, kur bëri fjalë që pejgamberi alayhi salatu wasalam të përmendte për çarin që do të vijë më pas vdekjes së tij, kur bëri fjalë që pejgamberi alayhi salatu wasalam të lajmëronte mbi shenjat e kiametit, çfarë thon sahabët? Ala sautuhu. Zëri pejgamberit alayhi salatu wasalam ngrihej shumë lart. Në të njëjtën kohë, ihmarrat aynahu, uskushnin syt pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe fytyra e tij bëhej sikur të ishte kokërshegjën nga nervozizmi, edhe njësoj sikur thonte sabahakum wa masakum. Çohuni o njerëz se po ju sulmon armikun në sabah herët edhe kur ngryset në akşam. Kur njeriu është në pushim mëngjes herët, edhe ushtria armike është duke ardhur, rojtari i cili është aty afër, edhe shikon ushtrinë armike që është sapo është afruar, ndërkohë njerëzit e tjerë, ushtria e tij janë në gjumë, atëherë çfarë do të thotë ky njeri? Instinktivisht do të bërtas më të madhe, duke thënë çohuni o njerëz se po ju sulmojnë. E njëjtën gjë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në aspektin kur njerëzit janë duke pushuar në ngrysje, pra afër akşamit, janë duke pushuar nga lodhe, nga raskapite, nga lufta ku të diun me radhë, mirë po ja që ai i cili është lënë rojtar për të ruajtur ushtrinë islame, shikon që shumë shpejt është afruar ushtria e armikut. Çfarë do t'i thotë atyre njerëzve? Do t'i thotë fjalërini ashtu siç jeni, jo, çohuni o njerëz, do t'i thotë sepse po sulmoni nga armiqt. E pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam me këtë lloj nervozizmi, me këtë lloj sikleti, me këtë lloj mërzitje dhe përgosi që kishte për fatin dhe gjendjen e umetit të tij, pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, u mërziste kaq shumë, po sikur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ishte gjallë në mesin ton dhe të shikojmë këtë lloj çështje, këtë lloj gjendje të keqe, ku ne nuk merremi me tjerët, po merremi me njëri tjetrin. Ne nuk duam ta përçojmë fen Allahut më tej, por duam çfarë?
Duam që të shikoj gjithse kush i interesin e vet, gjithse kush i dynjan e vet. A ka xhamia për me fal namazin? A ka vende për me mësu islamin? A ka shkolla që të edukohen muslimanët? A ka me fjalë mundësi që muslimanët të thonë fjalët e tyre dhe fjalët të ketë peshë, të jetë rënd dhe të dëgjohen nga krahu i tjetër? Jo, nuk ka. Pse? Sepse mjaftohen në këtë gjendje që janë. E pra, imagjinoni nëse pejgamberi alayhi salatu wassalam të ishte gjallë në mesin ton. Çfarë mendoni se do thonte? Do thoni bravo o njerëz, ju lum, vazhdoni se jeni mirë. Jo, pasha Allahun. Nëse ka bërtitur me zë shumë të madh dhe fytyra e tij është sfuqur, sytë e tij janë sfuqur nga meraku se çfarë në cilën gjendje do të shkojë ummeti i tij mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, imagjinoni çfarë do të bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të gjithë ne, edhe pikërisht me ata njerëz të cilët mendojnë se e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj pejgamberit manifestohet ashtu sikur don Allahu dhe pejgamberi, dhe jo si çdo logjika dhe arsye jo.